Gjatë seancës së radhës gjyqësore ndaj Lajert Haxhiut, mbrojtja e të pandehurit ka kërkuar thirrjen e rreth 60 dëshmitarëve, duke argumentuar se dëshmitë e tyre janë të nevojshme për sqarimin e rrethanave të çështjes. Vet Haxhiu, i cili mbahet në burgun e sigurisë së lartë në Drenov, nuk u paraqit fizikisht në sallën e gjyqit. Lidhur me vendosjen e tritolit në dyqanin e reperit Mojzi në Durrës, avokatët e tij kërkuan që të thirren si dëshmitar Bashkim Rajku, babai i reperit të njohur, si dhe Kleviola Ahmetaj, i njohur me nofkën Klevjo, i cili është ekstraduar disa muaj më parë nga Dubai. Nga ana tjetër, prokurori i Spakut, Behar Dibra, kërkoi që procesi i marrjes së provave të nisë me dëshminë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, rrëfimi i të cilit ka zbardhur dhe rënduar pozitën e grupit të Lajert Haxhiut. Seanca e radhës është caktuar për më 29 prill, në orën 8:30, ndërsa mbetet e paqartë nëse Lajert Haxhiu do të paraqitet për të përballur në gjyqëko me ish bashkëpunëtorin e tij. Haxhiu ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia shqiptare, teksa mbi të rëndojnë disa akuza të veprave të rënda penale. 32 vjeçari njihet si organizatori dhe një nga autorët e masakrës së Lushnjës. Ngjarje kjo e ndodhur në tetor të vitit 2017, ku ekzekutuan Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, ndërsa u plagosën Marius Xhepexhiu dhe Bujar Turku. Shënjestra ishte Gjulio Shkurti, nipi ish kreu të bandës së Lushnjës, Aldo Bares, armik i Haxhiut.